Gjitha këto tendenca dhe format të bashkëpunimit janë derivat i një synimi që shfaku Kosova dhe Makedonia e Veriut e kanë, synim për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Po, qëllimi është që të lehtësohet komunikimi, që të lehtësohet funksionimi, që të lehtësohet tregtia, që të lehtësohet investimi, që të lehtësohet biznesi etj. Ne sado që dëshirojmë të paraqesim situatën të mirë, nuk mund të mohojmë faktorin politik dhe faktorin etnik për ndjecjen e të zhvillimit. Koridori 10 e lidh Greqinë përmes Maqedonisë me Serbi, apo komplet. Investimet kanë shkuar në koridor. E dyta, pjesa e hekurudha ka qenë koridori 10, Greqi, Maqedoni, Serbi. Tash më e reja, Makedonia e Veriut ka nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me Britaninë e Madhe për një huamarrje prej 5 miliard funtave, të dikun 6 miliard euro praktësisht, ndërtimi i hekurudhës së shpejt në koridorin 10. Në koridorin 10, pra me lidh Selanikun përmes Maqedonisë me Serbi.